Gjyqi i Vlorës me prokuror ushtarak u bë gjyq civil, mi mori të 2 fëmijët mua. Unë kam rënë më rat fikët nga shkallët, më ka marrë hopa vlla im. Pastaj unë prap apelova dhe u bën 2 gjyqe në Durrës. Gjyqet e Durrësit, një ja lan Tiatit, një më lan mua. Dhe kështu 6 gjyqe kam bërë për fëmijët. Domethënë, nuk mund të ketë poshtërsi më të madhe se sa ti rëmbesh nënës fëmijën. Ku i quan fëmijët? I mori jati. I mori jati fëmijët. Po si e përjetua ti këtë ndarje nga fëmijët tuaj? E përjetova shumë keq. Shumë keq. Shumë keq. Pastaj më duhet të punoja, më duhet të ushqesha, të drejtën e diplomës ma mohuan. Çfarë punonit? Në tokë, me lopat, me kazën, me shat, me xab, me krër. Bënit punë fizike? Të gjitha punët që bëhen në bujqësi. Për sa vite? Për 11 vjetë. 11 vite. Për sa vite ishin ndarë nga fëmijët tuaj? Unë dava që kur më i ndodhi babait tim që u quajt armik, ata ishim 3 motra, të 3 në ndanë burat.